Kryegociatorja tha që janë 42 marrëveshje ndërkombëtare që duhet të rishikohen në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian për t'i futur ato në kornizat e Bashkimit Evropian. A ka ndonjë shqetësim për ndërim marrëveshje të caktuar apo specifike Bashkimi Evropian përsa i përket marrëveshjet e fermosura mes qeverisë shqiptare dhe atyre paleve të huaja dhe çfarë do thotë për t'i futur ato në kornizën e Bashkimit Evropian? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, puna që qeveria shqiptare është duke bërë në drejtim të gjithë detyrave që ne kemi për të zbatuar për antarësimin në Bashkimin Evropian për gjithë procesin e integrimit, është një punë e jashtëzakonshme që prek të gjitha aspektet e jetës së qeverisjes, por e të jetës së njerëzve. Një nga komponentët që lidhet me procesin e integrimit janë dhe negociatat që ne kemi për kapitujt që lidhet me marrëveshjen e tregtisë lirë dhe me marrëveshjet ndërqeveritare që qeveria shqiptare ka bërë në të kaluarën. Sigurisht që Bashkimi Evropian ka një politikë të tijën për sa i përket marrëveshjeve të tregtisë lirë me vende të caktuara. Ndër vite, Shqipëria ka lidhur marrëveshje të tregtisë lirë, po dhe të formave të tjera me vende të ndryshme dhe dal nga dal këto marrëveshje duhet të linjëzohen me marrëveshjet që ka Bashkimi Evropian, pasi në momentin që ne do të jemi vend antar i Bashkimit Evropian, do të hymë në kornizën e marrëveshjeve të tyre dhe do duhet të zbatojmë marrëveshjen e tyre. Pse kërkohet që të ketë disa ndryshime në marrëveshje ekzistuese është sepse momentin që ne do të hymë në Bashkimin Evropian, nëse kemi detyrime të cilat lindin nga marrëveshjet bilaterale me vendet, potencialisht mund të krijohen kosto për Bashkimin Evropian me qëllim zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Është një procedurë e cila është standarde, procedurat të tilla dhe të ngjashme ne kemi edhe për marrëveshjet e njohjes së pensioneve, edhe për çdo marrëveshje dypalqe ndërkombëtare që ne kemi pasur si shtet para se të kishim objektivin apo para se ta kishim në afat të shkurtër dhe të arritshëm objektivin e integrimit në Bashkimin Evropian.